Në protestën e teatrit kishte mikrofon. Në fillim eci mirë. Pati shumë intelektual, jo vetëm të fushës artit, po edhe të fushave tjera dhe akademik. Çështja ishte që në fund fare mikrofoni u kontrollua nga disa persona që fatkeqësisht e mbajnë veten për artist. Dhe që në atë moment kur mikrofoni filloi të kontrollohej nga disa persona, të cilët bën një marrëveshje me kryetarin e Partisë Demokratike të asaj kohe, qasme për të mbrojtur teatrin, dhe teatri u shkatrua. Pajtën aty që të dëgjonin intelektualët, që të dëgjonin zërin e brendshëm të popullit, për të ngritur në një revolt të madhe për të reformuar sistemin. Protesta degeneroi dhe teatri u shkatrua. Jemi në të njëjtën situatë me çështjen e kësaj proteste, si thot drejtori Agolli. Rim në kuzhinë, pa ngrënë zmbesim, na rritën thënë t'i presim. Çështja e këtyre personave është që këta duan të përvetësojnë çdo gjë që mund të jetë e mundur për të krijuar sa më shumë ndjekës. Na vjedhin idetë, na vjedhin pikpamjet, na vjedhin mendimet. Të paktën janë 3-4 persona që kanë qenë deputet dhe janë edhe deputet edhe sot në parlament, që nuk bën gjë tjetër veç të lexojnë artikujt e mi që kam shkruar para disa vitesh, edhe i sjellin sikur janë fjalët e tyre. Të thuash që një protest do ndikojë te turizmi për 20 ditë protest, është qesharake. Ky teatr është vetëm maja e icebergut. E gjithë Shqipëria është një teatr i çmendur, me aktor nga më të çuditshmit që nuk e ka parë asnjëherë më parë historia botërore. Enrico Cecco, profesori imi preferuar, unë e quaj enciklopedi. Mjafton ta pyesësh dhe marrësh përgjigjet. Profesor, të falenderoj shumë që je për herë të dytë në podcastin tonë. Gjithashtu dhe unë ju falenderoj shumë. Unë bëj pjesë të ata njerëz të cilët edhe kur nuk e din përgjigjen, kërkoj kohë që të gjej përgjigjen dhe të kthehem prapë për të dhënë përgjigje. Për shkak të formimit tuaj, ne kemi qenë dhe më herët në podcast, por për shkak të formimit tuaj, të paktën për brezin ton, neve ato pyetje që kemi mund të paktën ka mbetur elit në vendin ton dhe kjo është shpresë e madhe. E nisëm me një fragment me hyrjen e librit të shkruar nga profesori, është Teatri i vogël dhe teatri i madh. Faktikisht nuk është shkruar tani ky libër, sa vite ka? Ky libër ka pothuajse 6 vjet që është publikuar. Janë 100 dalje të mia në publik. Pra janë 100 artikuj. Po. Të gjitha fjalimet që kam mbajtur unë në sheshin e teatrit kombëtar gjatë pothuajse 3 viteve protest për mbrojtjen e teatrit kombëtar. Pikërisht pra. Dhe ajo protest lindi si çështje për të mbrojtur teatrin kombëtar, u transformua në një protest e cila kërkonte përtej teatrit, kërkonte mbrojtjen e lirive, drejtave themelore të njerëzit, kërkonte mbrojtjen e drejtës pronës, kërkonte reformë në sistemin e drejtësisë, kërkonte reforma në fushën e ekonomisë, kërkonte kodëri zgjedhor, por që për disa arsye qoftë edhe të brendshme të vetë organizatorëve të protestës, qoftë edhe për shkak të disa faktorëve të rëndësishëm që ishin jashtë protestës, ajo protestë nuk arriti të realizonte qëllimet dhe objektivat e veta. Dhe ja ku jemi sot, rikthehemi sërish pas disa vitesh dhe jemi sërish në protestë. Jemi të njëjtën situatë. Atëherë dolëm në shesh për të mbrojtur teatrin, që ishte një çështje vogël, në krahasim me Shqipërinë. Tani po dolën u fillua protesta për Zvërnecin, që është një çështje jo e vogël, po në lidhje në krahasim me Shqipërinë, është një çështje e vogël, dhe kjo protestë tani shikojmë që ka filluar që në të artikulohen edhe kërkesa që shkojnë përtej çështjes së Zvërnecit. Si të duken kërkesat, profesor? Se unë jo pa qëllim ju kam ftuar ju me qëllim që të bëni një panoram, ju jeni dëshmitari disa realiteteve të ndryshme në Shqipëri, siç përmendët edhe më herët teatrin, protestën për teatrin. Ma bëj një paralelizëm, protestat e teatrit dhe protestat që po zhvillohet tani, ku ndahen dhe bashkohen? Cilat janë ato gjëra që janë të ngjashme? Ku ngjasojnë protestat? Protestat janë kulmi i një gote të mbushur me ujë,
që pika e fundit që bie në gotë e derdh të gjithë gotën. Kështu ndodhi edhe me teatrin kombëtar. Ishte pika e fundit që mbushi gotën dhe gota filloi derdhet. Kështu është edhe me Zvërnecin. Zvërneci ishte pika e fundit që ra në gotë dhe gota filloi që të derdhet. Çështja është se kur derdhet gota, nuk duhet lënë ujë që të shpërndahet. Uji duhet kanalizuar. Dhe edhe protesta e teatrit, edhe protesta të mbarshme, edhe protesta e tanishme, duket sikur uji nuk po mblidhet, që të kanalizohet, që të shkojë në një drejtim, që të japi rezultatin e lëvizjes. Nëse uji kanalizohet, protesta mund të kthehet në revolt. Çfarë do të thotë protesta kthehet në revolt? Protesta si duhet vazhduar? Në radhë të parë, kur themi një revolt, revolta ka forcën e qytetarisë. Dhe kur them ka forcën e qytetarisë, nuk ka pse të ngatrohet një protest, e cila duhet të kthehet në revolt, me thirrje që nuk kanë lidhje me objektivat që ka populli. Dhe me iniciativa, dhe me veprime, edhe veprime qoftë edhe fizike, të cilat nuk kanë lidhje me objektivat që kemi ne si komp, për të ecur përpara. Objektivi kryesor i yni si komp është që të bashkohemi. Unë jo më kote kam vënë te libri Teatri i vogël, teatri i madh, edhe pamjen e përpara, që ashtu siç u shkatrua teatri kombëtar, ashtu është Shqipëria e coptuar sot. Ky është objektivi ynë madhor, objektivi kombëtar. Tjetër, ne duhet kemi një qeveri demokratike që t'i dëgjojë qytetarët. Dhe jo një qeveri e cila kur shikon që qytetarët dalin shesh, nuk e çan kokën fare, dhe e shton dhe akumulon edhe më shumë konfliktin, derisa konflikti pastaj mund të shkojë edhe në një konflikt, qoftë edhe konflikt me dhunë. Se nëse ti nuk dëgjon kërkesat që kanë njerëzit dhe kërkesat që kanë njerëzit janë drejta, ose shumica e njerëzve mendojnë se ato kërkesa janë drejta, atëherë aty po dëgjojnë thirrje revolucion. Mua nuk më vjen mirë që ka tentativa për të kontrolluar mikrofonin, dhe aq më tepër që mikrofoni jepet çdo njeriu pastaj. Dhe mikrofoni do ndalemi pak. Në protestën e teatrit kishte mikrofon dhe atje. Po. Në protestën e teatrit kishte mikrofon. Në fillim eci mirë. Pati shumë intelektual, jo vetëm të fushës artit, po edhe të fushave tjera dhe akademik, të cilët folën atje në mbrojtje të teatrit kombëtar, por edhe për çështje tjera. Unë jam një ndër ata. Unë kam dalë 100 herë fiks në shesh dhe kam mbajtur 100 fjalime, pjesa më e madhe të cilëve janë lidhje me drejtësinë, ekonominë, mjedisin, çështjet turizmin, janë atje që gjitha 100 fjalimet e mia në publik janë atje të renditura. Dhe 4 ose 5 herë kam folur për teatrin si teatr, për çështjen e teatrit, për aq sa njohuri kam unë për teatrin. Dhe do të them një gjë të vogël për teatrin. Televizioni të bën të famshëm. Kinemaja të bën të pasur. Teatri të bën të mirë. Për ata që merren me art. Prandaj ka vlerë teatri. Teatri nuk të bën të famshëm, nuk të bën të pasur, por të bën të mirë si njeri. Dhe kjo është ajo që vlerësoj unë te artistët që luajnë teatr, dhe kjo është arsyeja kryesore pse dola unë për të mbrojtur teatrin, sepse unë dola për të mbrojtur njerëzit e mirë. Por çështja ishte që në fund fare mikrofoni u kontrollua nga disa persona që fatkeqësisht e mbajnë veten për artist. Dhe që në atë moment kur mikrofoni filloi të kontrollohej nga disa persona, të cilët bën një marrëveshje me kryetarin e Partisë Demokratike të asaj kohe, qasme për të mbrojtur teatrin, dhe teatri u shkatrua. Gjithë e dim se si vajti historia e teatrit. Protesta gradualisht u shua, sepse duke dashur që të kontrollonin mikrofonin, njerëzit të cilët kishin vajtur aty që të dëgjonin, njerëzit që vajten aty që të dëgjonin intelektualët, që të dëgjonin zërin e brendshëm të popullit, për të ngritur në një revolt të madhe për të reformuar sistemin. Protesta degeneroi dhe teatri u shkatrua. Jemi në të njëjtën situatë me çështjen e kësaj proteste që ti themi protesta Zvërnecit. Mua nuk më vjen mirë ta quajmë protestë Zvërnecit, por Zvërneci ishte pika e fundit e ujit që mbushi gotën. Ashtu e lëm emrin ashtu. Kjo është. Dhe jemi në të njëjtën situatë.
edhe pse duket që mikrofoni kontrollohet, e marrin mikrofonin edhe persona të cilët nuk kanë lidhje fare me të folurën publik, që artikulojnë edhe gjëra të cilat Edhe fëmijë, po. Edhe fëmijë dhe bien ndesh edhe me të përdorësh fëmijët në atë formë, nuk është ndonjë gjë fort e këndshme. Që të nxjerrësh një fëmijë 5 vjeçar ti thuaj kështu dhe dilën protest. Shumë e gabuar. Është Okej, ajo protest që po zhvillohet ka pjesën e vet mendoj unë të qytetarisë. Është pjesa e qytetarisë. Mos luaj njeri, se i bie të dal unë me fëmijën tim për t'i thënë karrikën dikujt që do vinë nesër. Ne nuk nuk e dim kush janë ata që do vinë nesër. Dhe frika më e madhe është po ikën një i keq, po mos vinë më keq se ky i keq atë tjerë. Pikpamja ime personale është që forcat politike aktuale, gjatë gjithë këtyre 36 viteve, në mësimin e Partisë Komuniste, nuk kanë bërë gjë tjetër veç se i kanë trashëguar brezave të rinj brenda partisë mënyrën e keqe të qeverisjes me arrogancë, me propagandë të këtij vendi. Me njerëz kaq të mrekullueshëm, kaq të mirë. Problemi i Shqipërisë gjatë gjithë historisë së Shqipërisë merreni që nga mbretëresha Teuta, po doni. Problemi i Shqipërisë është se Shqipëria kurrë nuk është zhvilluar me evolucion. Shqipëria gjithmonë është zhvilluar me revolucion. Por revolucioni është shkatërrues për diçka dhe pastaj fillon të ndërtoj mbi rrënojat e sistemit të mparshëm përpiqet të ndërtojë një sistem të ri. Dhe përsëri pastaj ne duhet luftojmë fort që të shkatërrojmë këtë sistem dhe mbi rrënojat e këtij sistemi të ndërtojmë prapë një sistem tjetër të ri. Dhe përsëri jemi në këtë rreth vicioz. Çka ka ndodhur? Që nga Ismail Qemali deri tani te protestat e Zvërnecit. Sa herë jemi ngritur në revolucion? Njërën 5 vjet. Njërën 5 vjet kemi thënë revolucion. Sa herë kemi dalë, që nga këto 36 vite, sa herë kemi dalë para kryeministrisë? Me turma, me protesta. Sa herë kemi djegur atë ndërtesë? Të paktën ja 5 herë kemi djegur. Apo ja. Po kjo tregon që diçka nuk funksionon. Dhe ajo që nuk funksionon është që ata që janë pushtet kujtojnë se janë perëndi. Ata kujtojnë se nuk do vdesin kurrë. Ata kujtojnë se janë paprekshëm. Ata kujtojnë se janë shumë lart në qiell. Ndërsa njerëzit që janë këtu në tokë ata i shikojnë si milingona. A nuk i kemi ngritur ne deri në qiell, profesor? Një nga arsyet që ata janë atje, jemi ne. Marrim këtë pjesën e këtyre patronazhistëve. Janë shumë. Janë këta që luftojnë për atë që është atje. Po përse luftojnë? Për një krodhe bukë. Për një copë bukë. Për një vend pune. Imagjinoni tani që nëse do flasim sipas standardeve të Bashkimit Evropian, Shqipëria me 3.4 milion banor që ishte, duhet të kishte një administratë publike diku te 85-86.000 persona. Tani Shqipëria është 2.4 milion. Me këtë 2.4 milion, Shqipëria mund të qeveriset normalisht me 65-70.000 punonjës të administratës publike, si pushtetin qendror ashtu dhe pushtetin vendor. Pse në Shqipëri kemi 200.000 persona në administratën publike? Ndërkohë që shërbimet i kemi online, shumicën. Në kohë që edhe një pjesë e shërbimeve me nënkrye diellën janë online. Në momentin që u futën shërbimet online, atëherë nuk kishte pse të kishte kaq punonjës në administratën publike, apo jo? 200.000 punonjës në administratën publike janë shumë. Herë 3 ose 4 familjarë ata? Patjetër, nga 3-4 persona u bën 800.000 votat që pretendon kryeministri aktual. Çdo dhe këtu te këta 800.000 persona, edhe një pjesë të mirë të atyre që janë pension. Të cilët presin me zor të marrin pensionin, inshallah na rritet pensioni, sa ata nuk kanë burime të tjera të ardhurë, vetëm pensionet dhe të ardhurë që sjellin fëmijët tipa dhe mbesat që kanë jashtë. Mos harrojmë që në Shqipëria është shumë interesante nga këndvështrimi i remitancave, sepse që kur kanë vajtur që vala e parë emigrantëve në 92-93, kanë filluar të sjellin nga 400 milion, 500 milion dollar, kurse tani kemi patur edhe vite që kemi patur edhe 1.6 miliard euro. Remitanca. Në 38 vendet që kanë emigrant që sjellin remitanca në vend, Shqipëria është ndër 4 vendet e para. Do të thënë Shqipëria mbahet me lekët e diasporës. Shqipëria mbahet me lekët e diasporës. Të sjellim 1.5, 1.6 miliard euro çdo vit që dihen
që dihen, sepse lekët që vijnë kështu jashtë sistemit bankar nuk i dim. Po. Dhe më e bukur është kjo, që ata që sjellin lekët me anë të sistemit bankar i futin bank ose i futin te këto agjencitë me transferimit parave, dhe dihet se sa lek futen në territorin e Shqipërisë. Por mua vetë si Enrico sa herë më ka bërë vaki që iki jashtë, takoj një të njohur, edhe shiko thot ama të çoj 500 euro mamit thot. Po. Se ti japun kur të vi. Po. E kupton tani? Këto nuk llogariten fare në këtë aspekt. Dhe duke patur një situatë të tillë, normalisht që ai që është atje thot, unë kam 820 ca mi vota. Por harron që ato janë vota që janë të llogaritura pa hequr korrupsionin, pa hequr vjedhjen e votës, dhe të llogaritim edhe një çështje tjetër. Në zgjedhjet e pushtetit qendror morën pjesë diku te 23-24% e popullsisë. 23-24 ka qenë, po. Ndërsa në zgjedhjet e pushtetit vendor ka qenë 11% e popullsisë. Pra ti pushtetin lokal të paktën ti e qeveris me 11%. Të paktën Tirana, 11% ka qenë qytetarët e Tiranës që votuan për. Sa i bie një 2-3 lagje? Plot? Tani 3-4 lagje. Shumë pak. 100.000 persona. Ta them, në Tiranë. Që Tirana vetëm qyteti është diku te 820.000 banor, pa përmendur zonat rurale të kryeqytetit. Kështu që me këto shifra nuk mund të pretendosh qeverisë Shqipërinë. A është i trembur kryeministri nga protesta, Enrico? Si e shikonte? Se thonë që jo po i ka ikur fytyra, jo është i trembur. E kërcënon kjo protest? Unë mendoj që nëse protesta e teatrit dhe protesta e studentëve në dhjetor, nëse mbani mend të 2020-s, i dha një shuplak shumë të rëndë nga 2 krahët qeverisë. Kjo protest ja ka dridhur gjunjët forte Edi Ramës. Do iki thua? Shiko, unë e kam përmendur bile edhe te protestat e teatrit, ka qenë një moment mjaft interesant në politikën evropiane, ku ishte momenti më i përshtatshëm për kryeministrin Edi Rama për të dhënë dorëheqjen. Nuk ngjoj, nuk e dha dorëheqjen. Bëi fjalë për një qeveri teknike, e cila pastaj do përgatiste kushtet për të patur zgjedhje të reja. Por kryeministri nuk dëgjoi, në një kohë që ai ishte momenti më i përshtatshëm për të. Tani është vonë. Ç'do të thotë është vonë? Do të thotë që edhe nëse jep dorëheqjen, kosto e madhe që do marri ky kryeministër me vete është një kosto shumë e madhe për Partinë Socialiste. Mua vjen shumë keq, unë nuk jam socialist. Por mua vjen shumë keq që të jem unë në një garë politike dhe opozitari im, të marrim Partinë Socialiste, të jetë një parti që nuk ka vlera. Të jetë një parti në të cilën debutojnë njerëz të cilët s'kan dinjitet. Njerëz pa vlera qytetare. Sepse këtu është katandisur Partia Socialiste sot. Është shumë problem. Të mos harrojmë. Partia Socialiste është partia e Namik Dokles, është partia e Servet Plombit, është partia e Dritorak Gollit, është partia e Tem Rukës. Është partia e Luan Memushit. Përmenda 5. Po përmenda 5 njerëz akademik me titull shkencor. Është partia e Recep Mejdanit. Ku janë këta figura ose të ngjashëm me këta? A ka të ngjashëm me këta në Partinë Socialiste sot? Jo. Nuk ka. As në parlament nuk ka. Dhe e njëjta situatë është edhe në krahun e atyre të themi që janë djathtë. Ku janë figurat e djathtës sot? Nga çfarë përfaqësohet e djathta shqiptare sot? E djathta profesor mjafton të ketë një figurë dhe i ka të gjitha. Po, kështu që jemi në një situatë që edhe politika shqiptare është në një zgrip të thellë. Dhe meqense është politika në këtë gjendje, edhe shoqëria është në këtë gjendje dhe ekonomia është në këtë gjendje. Por duhet të kemi parasysh një gjë. Nga politika, shoqëria dhe ekonomia, shansin më të madh për ndryshuar e ka shoqëria. Është shoqëria që ndryshon dhe pastaj me ndryshimin e shoqërisë ndryshon politika, ndryshon dhe ekonomia.
Do të thënë duhet ta fillojmë nga vetja. Nuk është se ndryshon politika. Nuk është se ndryshon ekonomia vet. Pa. Duhet ndryshoj shoqëria. Duhen breza, profesor, të ndryshoj shoqëria. Nuk ndryshon shoqëria sot për nesër. Është e vërtet që se ne kemi ca mentalitete. Kultura ndryshon shumë ngadalë. Prandaj e thashun që ne gjithmonë jemi zhvilluar me revolucion. Vjen një moment që të gjithë thonë çfarë bëm. Dhe në momentin që thonë çfarë bëm, përmbysin idhujt. Pa. A nuk ishin idhuj për ne ata që filluan revolucionin në 91-shin? Ose le ta marrim, a nuk ishin idhuj për ne ata që filluan në 1912-ën? Ç'a ndodhi me ata? Filluan vit mbas viti, filluam të rrezojmë idhujt. Pa. A nuk ishin idhuj për ne ata që mbyllën luftën e dytë botërore në 44-ën? Apo jo? Sepse njeriu është i prirur të krijojë idhuj gjatë gjithë kohës. Po, se është modeli. Na duhet një model. Ne s'kemi modelin. Ne s'kemi Hegelin. Nuk e kemi shansin që të kemi patur Hegelin. Ç'a thoshte Hegeli? Hegeli thoshte teza, antiteza, sinteza. Ndërtojmë një tezë. Për këtë tezë ndërtojmë të kundërtën. Shikojmë, i ballafaqojmë me njëra tjetrën dhe nxjerrim produktin, nxjerrim sintezën. Ne kur s'kemi patur Hegel në historinë shqiptare. Ç'a kemi ne? Ne s'kemi as tezë, as antitezë. Ne kemi shife shkruaj. Ne kemi patur Napoleon Falca. Janë hequr sikur kanë qenë Napoleon Bonaparte. Po jo, nuk i afrohen kur Napoleon Bonaparte të vërtet. Edhe pse thonë që ka rrënjë shqiptare, por nuk mund t'i afrohen kur. Të ardhmen, profesor, si e shohim? A kemi shpresë ndonjëherë si shoqëri se, ke protesta shumë bukur që po zhvillohet, unë jam shumë pro protestës, kam dalë edhe vetë në protest, kam dëgjuar, ndoshta nuk kam qenë shumë afër mikrofonit që të dëgjoj njerëzit, po e kam ndjekur vazhdimisht protestën, kam takuar njerëz e miq aty që sigurisht janë qytetarë të mirë dhe duan të mirën e këtij vendi, por që nuk më pëlqen që disa ndjekës ose disa njerëz që kanë shumë followers në rrjetet sociale po marrin përsipër të influencojnë te pjesa tjetër e shoqërisë, që kryesisht është pjesa intelektuale, ajo që ka më shumë shpresë këtë periudhë. Do të thënë intelektualët përsëri heshtin. Dhe stafetën e marrin njerëzit që janë modernë dhe që kanë shumë ndjekës dhe që për fatin tonë të keq, ata që marrin më shumë vëmendje dhe kanë më shumë ndjekës janë njerëz që më vjen keq ta them e kanë kokën bosh. Unë do të sjellë shembull nga fusha e muzikës. Ç'a ndodhi në 93-ën, 94-ën edhe me radhë. Shqipëria ka patur dhe ka këngëtarë të mrekullueshëm. Po. Zëra unike edhe në muzikën botërore. Po. Edhe kompozitorë shumë të mirë. Në këtë periudhë që po flasim, të gjithë këngëtarët që këndonin me vokal u sfumuan. Iku moda. Dolën nga skena dhe i morën pikët ata që nuk këndojnë, që këndojnë me superpozim, që bëjnë falso sikur këndojnë, po që tregojnë plastik. Po që tregojnë pjesë të trupit. Është e njëjta situatë me këto blogerët edhe këta influencerët. Që duhet influencë. Unë jam shumë dakord që ta bëjnë thirrjen për protestë, të mbiden njerëzit. Po jo të përdorin. Po këto që të pyesësh nga këto dhe kanë protestën të vetën. Patjetër. Unë protestoj për veten time, më po të më thotë njëri dil nuk dal. Shumë e drejtë. Çështja e këtyre personave është që këta duan të përvetësojnë çdo gjë që mund të jetë e mundur për të krijuar sa më shumë ndjekës. Për të krijuar sa më shumë impakt. Ose duan të rezervojnë në karrike. Dhe po tani nëse meqense vajti kështu muhabeti që t'i japin vend të punë këtyre, se shikon modeli u ndërtua. Mos harrojmë se edhe në qeverisit e fundit të Partisë Demokratike, po edhe në qeverisit aktuale, një pjesë e mirë e punonjësit të administratës publike janë nga këta që jam këngëtar, thotë kam shit 3 albume dhe është drejtorisë ujrave të Kuçovës. Po. Tani duhet t'i këndosh ujë, të shuj kënduar. Punoj atë jam te bordi i kullimit. Jam te drejtoria e sjelljes kanalizime. Po jo tani nuk shkon kështu. Dhe unë këtë frikën kam. Dhe përsëri më vjen keq që intelektualët hesht. Atëre si është çështja e intelektualëve? Në Shqipëri gjithmonë intelektualët janë trajtuar si armiku klasës. Historikisht. Do t'rregoj një gjë të vërtetë. E shesim për anekdot, por është e vërtet. Pa. Në një qytet vogël Shqipërisë, kryetari i bashkisë i kërkon mbretit
ndihmë. Se thot nuk kam njerëz thot që të bëjnë punën. Edhe kam aq shumë punë thot sa njerëzit kanë filluar të ankohen edhe unë s'kam kohë të përgjigjem me letra. Mirë thot Zogu, edhe i dërgon një zëvendës kryetar bashkie që ta ndihmonte në punët e bashkisë, edhe i tha shumë shpejt do të sjellim edhe disa të tjerë që të kompletosh zyrat. Mirë. Mbas një 2 javësh, kryetari i bashkisë i çon letër prap Zogut. Shikoj thot zëvendës kryetari i bashkisë që më dërgove thot është analfabet thot, nuk di as shkrim as këndim. Dhe vjen përgjigja. Zëvendës kryetari të bëhet kryetar dhe kryetari të bëhet zëvendës. Në periudhën e regjimit komunist, intelektualët u gjuajtën si shtriga. Të gjithë ata intelektualë që shkonin përtej pikpamjeve që i jepte vendi punës, u ekzekutuan. Qoftë fizikisht, qoftë edhe moralisht. U internuan. Ju bë një ndarje totale nga pjesa tjetër e shoqërisë. Shikohen si armiq. Kam pas një intervistë, me një të internuar në Savër, ai në atë kohë me familjen, dhe po tregonte që aty tha, në të internuar tha, neve mësuam edhe gjuhë të huaja, mësuam dhe shumë gjëra interesante sepse ishin gjithë intelektualët aty. Dhe jeta jonë u bë shumë e bukur dhe pse në internim. Do t'rregoj diçka shumë interesante me që mësova edhe zonën e pjesës së Fierit edhe të Lushnjës. Në vitet 2000 kam njoftur një kontraktor shumë i mirë, një firmë ndërtimi shumë e mirë, përfaqësonte një firmë ndërtimi shumë të mirë, i cili në kohën e partisë punës kishte qenë drejtori i bonifikimit në Lushnjë. Dhe më tha, Enrico tha, një nga arsyet tha sepse më fund drejtor të bonifikimit në Lushnjë, ishte tha sepse unë vinja nga një familje persekutuar. Dhe e dinin që unë kisha frikë. Dhe sektori i bonifikimit në Lushnjë ishte sektori më i vështirë në Lushnjë. Donin që të dështon. Ishte pjesa e përmbytjes tokave. Dhe ky ishte drejtori i bonifikimit. Dhe thoshte, sikur një herë të dështoja unë në punë, unë do të shkoja në pushkatim. Dhe prandaj më vonë drejtor të bonifikimit, ishte inxhinier ujra shumë i mirë, kishte mbaruar me nota shumë të mira shkollën. Prandaj më vonë drejtor bonifikimit sepse e dinin që unë kisha frikë dhe do e bëja punën mirë. Domethënë deri këtu arrinte regjimi. Luftën ndaj intelektualëve. Edhe aq më tepër atë territorin e Lushnjës që është atëherë ka qenë shumë e thjeshtë të përmbyti. Dhe kjo gjë ka vazhduar edhe në intelektualët janë persekutuar gjatë gjithë kohës. Gjithmonë, duke qenë të persekutuar si specie, intelektualët në Shqipëri e kanë shumë të vështirë të përfshihen në protesta dhe në revolta. Sepse edhe vetë nga ndjenja si thush, nga ndjenja e fortë e përgjegjësisë, po dhe nga ndjenja e fortë që është psikologjike e vetë ruajtjes, e vetë mbrojtjes. Thon, prit, çfarë po ndodh? Po sikur. Dhe me logjikë, po sikur. Nuk i merr emocioni përpara. Absolutisht. Kjo është edhe gjë e mirë, por duke qenë tepër të vetë mbrojtur, kur vjen momenti për t'u përfshirë, nuk përfshihen. Ndërsa dhe nuk kam besim, sepse gjatë gjithë kohës nuk kam pas modele. Në përgjithësi intelektualët dhe akademikët nuk besojnë. Janë vëzhgues të mirë, këqyrës të mirë, por nuk besojnë. Tani ta ndajmë çik intelektualin me akademikën. Akademik është një person që ka ndjekur rrugën akademike. Ka bërë bachelor, ka bërë master, ka bërë doktoratur, ka bërë postdoktoratur, ka marrë titullin profesor i asociuar, ka marrë titullin profesor. Pastaj përtej mund të marri laura, ku diun titull të tjerë, por që ky është akademiku që ka ndjekur rrugën akademike. Intelektual është një njeri i lexuar, që ka lexuar shumë, ka kulturë, ka njohuri, dhe këto njohuri, kulturë që ka i përdor për të mirën e vendit. Se kështu intelektual përse për veten tënde ka sa dush, ka shumë njerëz në Shqipëri që lexojnë libra, po që s'kan hapa si rgojen. Ka shumë njerëz që e dinë se çfarë po ndodh. Si thot drejtori Agolli, rim në kuzhinë, pa ngrënë zmbesim, na rritën thonjë ti presim. Intelektual, edhe intelektuali. Kjo është poezia e dit. Pra, të rrim në kuzhinë, se pa ngrënë nuk ngelim. Edhe thjesht kur të rritën thonjë ti presim,
Deri këtu shkoj. Kjo nuk është jeta e një intelektuali, as edhe një akademiku. Intelektualët dhe akademikët duhet përfshihen fort në zhvillimet dhe ndryshimet politike, ekonomike dhe sociale. Por fakti që një pjesë e mirë akademikëve mbahen vetëm me rrogën dhe punojnë në institucione publike, në universitete publike, nuk është fort. Nuk e kanë luksin ta hapin gojen. Aq më tepër që unë ka përvojën time personale, jo tani kohët e fundit, po më përpara, që se unë kam u bë 20 e ca vite që punoj në institucionet e arsimit të lartë Shqipëri, kryesisht private, dhe më vinte drejtuesi i institucionit dhe thoshte Enrico, thot, shiko se për atë intervistën që dole mbrëm, thot, më kanë folur. Direktuarin politika. Direktuarin politika, që pronarin e universitetit apo rektorin e universitetit, ku unë kam punuar, i kanë thënë që ore, çaj keni atë që del atje në televizor dhe flet kundra nesh. Dhe këtu ka arritur puna. Morën masa pastaj çfarë ndodhi apo asgjë? Jo. Apo mjafton fjala që mos dalësh më. Mjafton fjala. Ti nuk dole më pastaj. Po, asnjëherë. Ti dole më shumë. Profesor, ti the që ke qenë në protesta her pas here. Po. Dhe siç ka ndodhur, siç po e shohim dhe jemi dëshmitar, nuk është se ka ndryshuar asgjë. Edhe unë kam qenë në proteste dhe nuk ka ndryshuar asgjë. Pse duhet presim që kjo protestë ndryshoj diçka në shoqëri? Do flasim pa emocion, sepse unë nuk dua që emocionalisht njerëzit se ka dalë edhe ky trendi i ri tani që ti nëse fillon të përdorësh logjikën kryqëzohesh nga të tjerët se jo po je patronazhist, jo nuk jam patronazhist, dua thjesht që kjo protesta të ketë një fillim, të ketë një fund që të mbeten të gjithë njerëzit të kënaqur dhe të jepet zgjidhje e këtij vendi. Po kjo nuk bëhet me emocion. Kjo me emocion shkoni deri në Rinas, bëni vrap, shumë bukur. Ndërsa me logjik, ku duhet shkojë dhe çfarë duhet bërë? Prandaj përmenda Hegelin. Mbaj mend një protestë që kemi bërë te sheshi Skënderbej për çështjen e ushqimeve. Për cilësinë, sigurinë dhe garancinë ushqimore. Në atë protestë, për herë të parë, unë kam artikuluar dy gjëra në Shqipëri. Që siguria ushqimore është çështja e sigurisë kombëtare, dhe në lidhje me ushqimet, shqiptarët janë përballë një agresioni ushqimor. Të dy këto shprehje në fillim u përqeshën, u përfolën, dhe pastaj kur e panë që ishin të vërteta, që ishin të drejta, që të gjithë pastaj këta blogerët që influencerat që thonë ju, filluan pastaj të përdorin fjalët e mia sa herë që dilin në emision. Siguria ushqimore është siguri kombëtare, jemi përballë një dhune ushqimore, violencë ushqimore, etj. Dhe më ka ndodhur shpesh kjo gjë, që kam thënë gjëra dhe pastaj ato fjalët e mia janë marrë, i kanë përdorur tjerët. Kjo tregon që të dëgjojmë me vëmendje, po dhe ne kemi thjesht kopjojmë pa. Po tani kjo është ajo dilema intelektualit që lidhet me atë frikën që thashun përpara. Unë personalisht nuk kam frikë. Por në përgjithësi intelektualët janë në dilemë. Ta thonë atë që kanë koka, po mos ta thonë. Edhe pse është e drejtë. Ata e dinë që është e drejtë. Dhe nuk e thonë se thonë, po mirë e thash unë, thonë, po meritat i marrin tjerët. Pikërisht. Na vjedhin idetë, na vjedhin pikpamjet, na vjedhin mendimet. Po. Edhe në fund fare nuk është se të shpërblen njëri për atë për atë gjën që thua. Po të paktën të thonë që sipas filanit, ashtu siç thot filani. As këtë nuk e thonë. Unë di, edhe aktualisht, të paktën janë 3-4 persona që kanë qenë deputet dhe janë edhe deputet edhe sot në parlament, që nuk bën gjë tjetër veç të lexojnë artikujt e mi që kam shuar para disa vitesh, edhe i sjellin sikur janë fjalët e tyre. Dhe ku ta gjesh këtë të drejtën këtu? Hajde gjetë të drejtën këtë. Do t'i themi, ti dokumentojmë këtu te podcasti gjithmonë ato që Kjo të është, po patjetër. Kam dëgjuar, nuk ka rrugë tjetër. Më është kujtuar dhe mua një bisedë që kemi bërë bashkë në një intervistë gati një vit përpara, mos më shumë, ku thatë që në periudhën po flisni për sigurinë ushqimore. Thatë që në periudhën e verës, kur fillon dhe afron sezoni turistik, dalin probleme me ushqimin. Dhe një nga arsyet mund të jetë edhe se bëhet për të dëmtuar turizmin. Ndërkohë, po ta sjell me situatën ku jemi sot, dëgjoj nëpër media që thonë se protesta po e dëmton turizmin. Ka dy pikpamje. Mua më vjen mirë që e hapët këtë çështje,
Se edhe këto ditë në media ndryshme po trajtohet. Ka dy pikpamje. Një pikpamje është që kjo protestë po e dëmton shumë turizmin, edhe është edhe pikpamja tjetër që kjo protestë Po i bën mirë turizmit. nuk po e dëmton fare turizmin, por po i bën mirë. Duhet jemi të balancuar. Protestat ndikojnë te të huaj që duan të vinë në një vend. Sepse të huaj duan stabilitet, duan qëndrueshmëri. Po. Por duhet të bëjmë një ndarje në lidhje me vendin se ku ndodhen protestat. Nëse të huajt kanë prenotuar në Vlorë, në Durrës, në Ksamil, në Lezhë, Shëngjin, në Pogradec, në Sarandë, protesta është në Tiranë. Ata që kanë prenotuar para disa muajsh, nuk e kthejnë prenotimin mbrapsht. Prenotimi mund të kthehet brenda 2 javë. Atë gjë që ti e ke prenotuar që në shkurt, nuk mund të thosh ti tani agjencisë që duhet të kthehem unë. Sepse ka një afat edhe prenotimi. Kështu që në qoftë se ka ndikim te numri turistëve që vinë në Shqipëri, ndikim mund të jetë vetëm turistët e momentit, që janë turistët që prenotojnë për muajin qershor dhe duan të vinë në Shqipëri në muajin qershor. Tani kjo duhet vlerësuar. Duhet mbyllet muaji qershor, të shikojmë rezultatet e muajit qershor të këtij viti, i krahasojmë me rezultatet e muajit qershor të vitit kaluar. Po, sa ka ndryshuar. Nëse ndryshimi është 10%, 15%, ne nuk mund t'ia vëmë protestës. Mund t'ia vëmë edhe diçka tjetër. Pastaj, po ajo fjala e madhe që u tha kur filloi konflikti në Iran, që turistët që nuk do shkojnë në vendet arabe do vinë në Shqipëri. Ku është? Ku janë? Do me thënë, atëre, kemi turistë që do vinin nga vendet arabe do vinin në Shqipëri, me që ishte një konflikti në Iran, dhe kemi dhe turistë që nuk do vinë në Shqipëri sepse është protesta. Pra pas kemi balancu. Po. Atëre ku është? Jemi mirë domethënë. Po jemi në rregull. Jemi në rregull. Të paktën s'kemi humbje. Po ta marrim shumë me logjikë, ha? Po. Tani, të thuash që një protest do ndikojë te turizmi për 20 ditë protest, është qesharake. Është qesharake. Nëse protesta zgjatet dhe kthehet në revolt, atëherë nuk është çështje proteste, është çështje sistemi. Atëherë nuk mund të themi që protesta ndikoi te turizmi. Do themi që sistemi ndikoi te turizmi, e ka fajin sistemi, nuk e ka fajin protesta. Kështu që ngadoj që ta marrish si këndvështrim, unë nuk mendoj se kjo protestë do të ndikojë shumë te turistët gjatë muajit qershor. Por nëse kjo protestë do kthehet në revolt dhe do zgjatet edhe në korrikë dhe në gusht, atëherë nuk është faji protestës që s'do ketë turist, po është faji sistemit. Është sistemi që duhet i thrasi mendjes. Si e pat ardhjen e emigrantëve të diasporës të shtunën në Tiranë? Si të duk atmosfera këtu? Se kjo protestë po me shumë atmosferë, njerëzit dhe kërcejnë aty dhe pikturojnë. Kjo është një protestë shumë ndryshe në krahasim me protestat e tjera. Është një protestë totalisht paqësore, paktën deri tani. Është një protestë e kulturuar. Është një protestë e një populli që mbush rrugët e kryeqytetit, sepse i ka ardhur majt hundës. Dhe unë jam 100% i bindur që është më mirë ta përqafosh nënën se sa ta marrësh në telefon. Kështu që ardhja e emigrantëve këtu duhet konsideru si një përqafim, jo thjesht i nënës që është e shtëpia, po si një përqafim për gjithë Shqipërinë. Ata kanë ardhur se duan Shqipërinë. Ata nuk kanë ardhur se duan të protestojnë. Askush nuk do të protestojë. Por kur gjërat shkojnë keq, imagjinoni tani që kemi 36 vjet që njerëzit vetëm largohen. I kam studentët në universitet. Edhe gjithmonë më intrigon kjo çfarë do bëjnë kur të mbarojnë shkollën, se unë jam në një institucion të arsimit të lartë që ka diploma interesante, ka programe interesante. Ku jeti profesor, se tu mund të bëjmë reklama? Jam te Instituti Kanadez i Teknologjisë. Atje që të gjitha programet janë në anglisht. Aty që nga gjimnazi vjen shumë mirë, student mirë, edhe në matematikë, edhe në fizikë, edhe në përgjithësi, edhe në komplektimin social, po vjen shumë mirë dhe në gjuhën angleze, sepse ne po të mos jenë mirë në anglisht ne nuk i pranojmë. Dhe
Më vjen mirë kur thonë që dua të punoj nga shtëpia. Po. Nuk thonë dua të rri në Shqipëri. Sepse e dinë që thënia dua të rri në Shqipëri i shkoni çik strange me trendin e të rinjve. Po thonë dua të punoj nga shtëpia. Pse se është edhe janë dhe profesione, të profesione software engineering, cyber security, këto që punojnë edhe nga shtëpia. Punojnë për kompanitë huaja. Punojnë për kompania, e-commerce, gjëra të tilla. Dhe një pjesë thonë që dua të ikë jashtë shtetit. Një pjesë thonë që po do bëj një vit master këtu, po dua të ikë jashtë shtetit. Më përpara se të merresha me arsim, kam punuar në një institucion ndërkombëtar. S'po e themi. Thuaj mos ka problem. Unë kam qenë përgjegjës i zyrës tregtare të ambasadës britaniке në Tiranë për një periudhë gjatë kohore dhe më mbrapa kam qenë drejtori ekzekutiv i grupit shqiptar britanik të biznesit. Dhe që në atë kohë, flas që në vitin 2000. Gjithmonë kështu, marrëdhënie me të huajt profesorë. Po sepse ata më kanë vlerësuar mua. Mua nuk më ka vlerësuar asnjë shteti shqiptar. Unë kam konkuruar 15 herë në administratën publike, për një pozicion në administratën publike, të 15 herët kam dalë i pari në konkurs. Sepse i kam marr pikët, sepse kam mësuar për të futur në konkurs, plus i dhe 30 pikë automatikisht 25 pikë të jep doktoratura. Edhe unë i kisha pikët maksimale në të gjitha variantet që kam konkuru, dhe asnjëherë nuk më është dhënë vendi punës. Nëse do të jep në sot një vend pune në administratë, do ta pranoje? Unë do pranoja detyrën më të vështirë që ka administrata publike sot. Nëse në administratën publike shqiptare ka 10 detyra që janë super të vështira, unë njërën prej tyre do ta merrja. Me shumë dëshirë. Domethënë ti vazhdon, se mbaj mend nga podcasti i kaluar që theu nuk do ta braktisja kurrë Shqipërinë. Dhe ti vazhdon, ti do të japësh akoma për këtë vend, edhe pse gjatë gjithë këtyre viteve je zhgënjur. Unë jam shumë i zhgënjur dhe s'kam për të largu kurrë nga Shqipëria për punë. Dhe këtë gjë ja kam thënë dhe fëmijëve të mi. Edhe fëmijët e mi tani janë të rritur, as kanë për të largu kurrë nga Shqipëria për të punuar. Dhe kam përshtypjen që kjo do ngjas edhe me nipat edhe me mbesat. Se le gjyshi me kalu kufirin. Por që të kthehemi te studentët për cilët po diskutonim, më vjen shumë keq që student të cilët kanë një diplomë me vlerë. Diploma e Institutit Kanadez Teknologjisë është diplomë e vlefshme. Njihet jashtë shtetit direkt automatikisht. Nëse për universitetet e tjera kur merr diplomë, duhet shkosh jashtë, të japësh provime shtesë, të mbrosh prap diplomën e kudion. Jesh me kreditet. Kjo është diplomë, kjo është diplomë që njihet automatikisht, edhe plus që është diplomë që lëshohet në gjuhën angleze. Nuk duhet që ti bëj reklam. Jo, është ashtu se di se kam edhe miq. Po kjo është e vërtet. Dhe të largosh të student të cilët kanë një diplomë me vlerë, sidomos se këto fusha që tani janë edhe fusha shumë inteligjencë artificiale, teknologjia e informacionit, siguria kibernetike, tregtia online, digital media, digital marketing, se këto janë dhe lëndë që unë i trajtoj vetë aty në universitet. Tani të ikin njerëz me këtë formim, me këto aftësi, njohuri dhe kompetenca, nuk është gjë fort e mirë. Ma përmend edhe një herë aftësi, njohuri dhe kompetencë. Atëherë, aftësitë fitohen. Njohurit ndërtohen, kompetencat krijohen. Nga përvoja. Po. Si fitohen aftësitë? Aftësitë fitohen duke lexuar librin, duke vajtur në shkollë, duke ndjekur leksionin, duke dëgjuar pedagogun, duke marrë pjesë në seminare. Njohurit janë si punë tullave. Ti ndërton një mur me njohuri. Dhe ai është muri i njohurive që të mbron ty në përballjen me botën. Le të bin topat përballë atij muri. Po të kesh njohuri të forta, nuk çahet muri, dhe ti je mbrapa murit dhe je i fortë. Çik me shumë kujdes mos vësh shumë tulla, se po dollën tullat sipër kokës nuk shefën emën tan. Ngelesh aty te kulla jote. Fillon kështu. Po e humb kontaktin me pjesën tjetër. Por çfarë janë tullat? Tullat janë çdo lëndë që ke marrë në shkollë, ku përveç pjesës së aftësive që i more nga leksionet dhe seminaret, ke bërë ushtrimet, ke bërë praktikën, ke vajtur në praktikën usimore, që bëhet në fund të vitit akademik. Bachelori e ka 3 muaj, 45 javë, masteri ka 3 muaj me radhë. Në momenti që ti del në punë, fillon dhe ndërton, krijon kompetenca. Kompetenca ti e përvoja, nuk ti e për shkolla. Ushtrimi i profesionit. Po, profesioni. Dhe unë mund të them këtë,
që një njeri që ka 10 vjet, 15 vjet përvojë, është një njeri që përveç aftësive dhe njohurive që ka marrë në shkollë, ka dhe kompetenca për të drejtuar. Tani ç'a ndodh? Marrim ne ca kështu 25 vjeçë dhe i bëjmë ministra. Po. Më kujtohet i ndjeri ish kryeministri Fatos Nana, kur dha dorëheqjen, dorëheqje të cilën unë e vlerësoj shumë, edhe në atë kohë kam patur një komunikim e kam vlerësuar dorëheqjen e tij. Erdhi qeveria socialiste në pushtet dhe tha, sa po m'pëlqen kjo qeveri 25 vjeçarësh. Me një ironi therse. Me ironinë që e karakterizonte Po. atë si person. Pra, të thuash sa m'pëlqen kjo qeveri 25 vjeçarësh, Tani profesor, është dhe kjo ideja që duhet futen edhe të rinjt po, në politikë. po jo ministër. Deputet. Domethënë jemi okay me deputetët Po e mund ta rinj që bësh, kemi. do ta filloj me specialistë. E fillon me specialist, bëhet përgjegjës departamenti, bëhet drejtor drejtorie, bëhet drejtori i përgjithshëm, po doj të kalojnë politik, pastaj kalon, bëhet deputet, merr funksione politike brenda partisë një herë, se duhet të tregoj fuqi organizative brenda partisë, pastaj që të kandidojë për deputet. Se prit se edhe kjo ai se po të bëj deputetun këtu, është shaka e madhe kjo. Është ofendim i madh për ata që kontribuojnë brenda partisë. Ka njerëz që kontribuojnë brenda partisë, të gjithë partitë politike në Shqipëri, që mbledhin vota, edhe pas e deputet bëhet dikush tjetër. Po. Po jo prit tani, deputeti bëhet me listë. Po jo, nuk është ashtu. Po ai që ka kontribu, që e kanë mbështetur njerëzit, që të ka sjell votat. Domethënë që ai ka dhënë diçka për atë Patjetër. komunitet, se në kohë se kanë mbështetur. Patjetër. Dhe kjo pjesë që të marrim të rinj, t'i futim në politik, t'i bëjmë ministra, t'i mësojmë stilin ton të punës, Po. është gjëja më e keqe që mund t'i ndodhi. Për shembull, me Një që jemi kombi këtu tek në lidhje me deputetët e qeverisjen. rinj, për shembull largimi i deputetes Koçeku. Si u duk? Unë mendoj që është një reagim personal. Është reagim personal. Unë mendoj, nga mënyra se si ka ndodhur gjithë situatë, unë mendoj që është një reagim personal. Nga ana teknike, unë do të thosha që Partia Socialiste duhet mblidhej urgjentisht për këtë rast. Dhe duhet të analizonte me detaje çfarë ka ndodhur. Sepse edhe pse është një reagim personal, ka diçka tjetër këtu, më të thellë. Në Shqipëri, në bazë ligjit, të drejtën për të formuar parti politike e kanë ata që mbledhin 5000 firma. Po. Por të drejtën për të formuar parti politike në Republikën e Shqipërisë ka edhe një deputet i vetëm. Kjo prandaj nuk e lëshon mandatin, thotë jam deputete e vetme. Unë nuk e di Mendoj. çfarë mendon kjo, Po. por që në Shqipëri Ekziston si mundësi, po. po, E mbështet ligji të domethënë. drejtën për të formuar parti politike në Shqipëri e kanë ose persona që grumbullojnë 5000 firma ose edhe një deputet. Një. E dyta, nga ana teknike, prap, zonja e ka mandat pastër të vetin, me votat e veta, apo e ka mandat nga lista e Partisë E kanë Socialiste? realista këto. Po tani, këto gjëra duhet ta analizoj Partia Socialiste. Jo të dalin kështu nëpër media, blogera e tjerë të thonë ta marrin atë e ta nxjerrin fotografinë asaj ku diun. Jo, ajo duhet të thritet aty në Partinë Socialiste dhe të bëhet një analizë thellë për të parë cilat janë arsyet që e detyruan zonjën. Për mua është reagim personal. E mbështes bile, rasti reagim personal. Por nga ana teknike duhen parë to Se ka elementet e tjera. pasoja të tjera. Ka pasoja të tjera. Ti isha unë drejtuesi i Partisë Socialiste, qoftë edhe i zonës ku është ajo deputete. Do kisha kërkuar takim urgjent. Po gjëja mbrëm se tani për shkak të punës edhe më duhet të dëgjoj këto emisionet ndarke, po ka lloj, dikush ka një mendim mirë, dikush paktën sipas vlerësimit tim, nuk është se edhe ishte njëri po bënte një skenar se si do bie Rama, tham. Do bitha brenda një nate. Dhe komplet peshën e kishte Spaku. Referuar ngjarjeve të fundit, protestës, shohim që Spaku ka bërë lëvizjet më të mëdha që ka bërë që nga krijimi i vet. Po. Mendon që kjo protesta ka stimuluar, çfarë ka arritur protesta deri tani? Se pastaj përveç pjesës së Spakut kanë reaguar dhe institucionet europiane në lidhje me territorin. Çfarë ka arritur protesta deri tani? Protesta ka arritur ndërgjegjësimin e qytetarëve. Një. Protesta arriti që të largoj frikën nga qytetarët e zakonshëm.
protesta ende nuk ka arritur që të thrasi intelektualët dhe akademikët, por që unë mendoj që nëse vazhdohet me këto ritme dhe me këtë mënyrë, atëherë duhet tentuar te intelektualët dhe akademikët, sepse ata janë njerëzit që artikulojnë objektivat e protestës dhe protestat kthehet në revolt. Nuk është e thënë që të dali dikush aty me i cop letër edhe të lexoj pikat, por puna është që ai që të dali aty me i cop letër që të lexoj pikat duhet të jetë çfarë thotë edhe duhet të jetë njëri që të jetë edhe i pjekur dhe i bindur për atë që thotë, por dhe që ka pesh. Për shembull ai që i lexoi Diedrit tan Goxhaj në qytetarin, nuk kam ndonjë ide për atë si personazh. Duhet të ketë pesh në qytetarin shqiptare. Dhe nuk duhet të ketë frikë. Do vi ky momenti? Unë mendoj që ka ardhur momenti. Okej. Dhe unë e kam parë atë komentin që përmendët ju në lidhje me mënyrën se si do bjeri kryeministri. Unë mendoj që kryeministri ka rënë. Si kryeministër, si pozicion, kryeministri nuk ekziston më. Si detyrë. Kam përshtypjen që duhet mblidhen më shumë njerëz. Nëse e mbyll dyqanin edhe furra e bukës, nëse mbyll edhe ai berberi, edhe rroba qepsi, edhe ai fruta perimeve, atëherë ndihet. Nuk mjafton. Duhet që administrata publike të mos shkojnë punë. Dje ka pasur thirrje. I bëj thirrje administratës publike shqiptare që nëse do që të mbështesi protestën, të mos paraqitet nesër në orën 8 në zyrat e shtetit. Ose edhe nëse paraqitet në zyrë, të mos e hapi kompjuterin, të mos bëj asnjë veprim dhe të mos vëj asnjë firmë. Sepse firmat që vendosin punonjësit e administratës publike shërbejnë që oligarkët të përvetsojnë pronat e shqiptarëve. Firmat që vendosin punonjësit e administratës publike shërbejnë që pronat mos i shkojnë pronarit. Firmat që vendosin punonjësit e administratës publike sot shërbejnë që në Shqipëri të hyjnë mallra produkte dhe shërbime jo cilësore që dëmtojnë shëndetin e qytetarëve. Firmat që vendosin punonjësit e administratës publike sot në të gjitha pozicionet që ndodhen, si në pushtetin qendror, si në pushtetin lokal, janë firma që vendosen për udhëzime, akte ligjore, vendimet të Këshillit të Ministrave dhe ligje që janë në kundërshtim me interesat kombëtare. Kush ndikon te këto firmat? Ato nuk i vendosin firmat me mendjen e tyre, dikush me urdhër pra? Nga? Me urdhër, nga përgjegjësi, nga drejtori. Nga drejtori i përgjithshëm, nga ministri. Po më duket se këta nuk e njohin mirë kodin penal. Në kodin penal ka një nen që thuhet që nëse urdhrat janë jepen nga persona të papërgjegjshëm, urdhri nuk zbatohet. Dhe bëhet kallëzim penal. Kush e ka bërë këtë nga administrata publike shqiptare? Sepse të gjithë kanë frikë. Po kanë frikë pra, kanë frikë një dhe nuk kanë të ardhur tjera. Shiko, në Shqipëri profesor në fund mendon për frigoriferin. Në Shqipëri jemi në një situatë që nëse heq një nga puna në administratën publike, në përgjithësi. Po. Nëse heq nga puna, ai nuk ka kursime për 3 muaj që të jetojë derisa të gjejë punë tjetër. Po prandaj nuk dalin njerëz. Ky është problemi. Dhe ka 1% që 2% të punonjësve të administratës publike që po ti shkosh në shtëpi, frigoriferin ja gjen me miliona euro, lavatricën ja gjen me miliona dollar, sobën ja gjen me miliona pound. Edhe 2 shekull mos harro. Edhe 2 shekull. Po jo, e kanë heq 2 shekull tani se e din që aty kontrollohen të parët. Okej. Tubin e sobës. Po. Ky është problemi. Po prapë unë shoh me shpresë këtë protestën. Sigurisht që dhe un kam një thirrje në fakt për gjithë njerëzit që çfarëdo lloj gjëje që të ndodhi, ju mos shikoni mediat. Mos i shikoni mediat, sepse mediat po bëjnë, domethënë mbaj mend 2 ditët e para nuk kanë raportuar asgjë. Nisi Reuters si transmetonte live dhe neve ishim akoma mediat shqiptare, nuk dinin se nga të kalonin se çfarë rrugë do merrte protesta, a duhet ta transmetonin apo jo. Nëse media është pushteti i 4, media nuk ka nevojë fare të marrë urdhra, nëse duhet ta transmetoj apo jo. Kështu që nga ky moment un personalisht dhe të tregoj dhe Instagramin tim që shumicës mediave të vendit tim i kam bërë blok, duke qenë se kam punuar dhe jam gazetare, as në këto media as nuk dua të punoj dhe nëse më ofrojnë vend pune. E kam thënë dhe në podcaste të tjera, e kam thënë dhe publikisht dhe nuk e dua këtë lloj pune, për sa kohë nuk mbron interesin e qytetarëve.
gjithë jemi qytetarë në fillim, pastaj bëjmë profesionet tona. Atje ku politika, biznesi dhe media bëhen konglomerat, është shumë e vështirë të vendoset demokracia. Jemi në kurs, profesor? Jemi në një rreth vicioz. Sepse politika ka kapur biznesin, biznesi ka kapur median, media ka kapur politikën. Kështu që ne duhet të rrim jashtë këtij trekëndshi. Dhe duhet që ashtu siç u rrethu kryeministria, ky trekëndsh duhet ushtru presion ndaj këtij trekëndshi që të thyen barrierat. Komuniteti i biznesit duhet ta kuptojë se punëtorët nuk janë armiq. Janë punëtorët ata që i kanë bërë këta biznesmen miliarder. Pushteti nuk duhet kuptoj, nuk duhet mendoj që populli është armiku. Se populli ai që ka bërë pushtetin biznesmenëve bosa. Media nuk duhet kuptoj, nuk duhet mendoj që lajmi, gjëja që ka ndodhur nuk përbën lajm. Me shumë kujdes, sepse edhe sikur të shkelësh një milingon, përbën lajm. Çdo gjë që ndodh përbën lajm. Po varet se si e shet ti lajmin. Varet se si ja transmeton ti njerëzve lajmin. Ishte një njeri, edhe donte të shkruante historinë e botës. Edhe shkoi në vende të ndryshme, qëmtoi nëpër libra, mblodhi shumë, arkiva, bënte fotokopje, fotografi, shkruante, arriti një punë voluminoze, edhe vajti në një vend, prenotovi një hotel, dhe te dhoma e hotelit kishte mbledhur harta, libra historie, shkruante gjithmonë atje, kishte prenotuar hotelin gati një javë. Dhe shkruante. Një ditë në mëngjes, u zgjua nga një zhurmë që ndodhi, aty ju kujtua, ju duk sikur erdhi zhurma poshtë balkonit të tij të hotelit. Tha, unë po shkruaj historinë e botës, mos e shkruaj këtë zhurmë që ndodhi në hotelin që jam unë sot. Kjo është ngjarja me cilën unë do ta mbyll historinë e botës. Librin tim. Që kur isha këtu ndodhi kjo. Se po shkruaj historinë. Zbriti me vrap poshtë, edhe filloi të pyeste çka ka ndodhur. Ç'a ndodhi? Po ja tha, ai burri tha, e qelloja të gruan tha, dhe ajo u mërzit tha qavi. Pyeti një tjetër, po ç'a ndodhi tha? Ajo gruaja tha e qellohi me thikat burrin, tha, dhe ai burri e merri ambulanca e mori dhe u bë zhurmë e madhe. Pyeti një tjetër, ç'a ndodhi? Po ja tha, ishte një fëmijë i vogël tha që plasi një shashk aty tha, dhe ky burri dhe gruaja tha, fillon të rrafin atë fëmijën. Mirë tha. Unë gjithë sipër te dhoma, edhe i hodhi gjitha letrat nga balkoni. Nëse media një ngjarje e transmeton në 5 opsionet ndryshme, atëherë nuk është media. Kjo protest të mos ketë nevojë që të kthehet në revolt. Absolutisht. Por që kjo qeveri ka ardhur koha që të japi dorëheqjen. Qeveria e re, si duhet zgjedhur? Se kam dëgjuar që kryeministri ka 83 mandate tashmë. Po. Edhe me 84 kishte, iku Koçeku, mbetën 83. Është edhe një rrugës. Është edhe një rrugës, okej. Na jep lajm ekskluziv Spiropalesht. Dhe me 82 mandate, a mundet do që se duhet prap miratimi i qeverisë, apo ja? Ka mënyra tjera. Po na tregon do i mënyrë se kush di se din ata. Ka mënyra tjera. Kush ç'a bën presidenti? Presidenti është duke lozë me kuklla me ata atje ku ishte. Po, në Kirgistan, lonte atë damën. Pa. Nuk është se në këtë aspekt nuk jemi keq me ligjet. Okej, domethënë është e lehtë që të bëhet. Po, nëse ka dëshirë dhe ka vullnet, neve shpresojmë bëhet më e mira për këtë vend. Shpresoj shumë që mos tiken ca njerëz të këqij dhe të vinë ca njerëz më të këqij se sa këta, dhe kjo është frika më e madhe. Dhe dua që këta fëmijët e këtij kombi mos të kenë frikë nesër. As të smuren, as të çojnë fëmijët e tyre në shkolla, as të ecin me frikë se do dali ai i forti, do xhiroj gomat e makinës, do t'i vrasi në rrugë. Unë këtë dua të bëhet për vendin tonë. Ju më kujtohet një indeks mbi të cilin rankohen shtetet. Siç kemi produktin e përgjithshëm kombëtar, apo siç kemi inovacionin, apo siç kemi kryeshmërinë, është një indeks që quhet Pop Scale. Çfarë është indeksi Pop Scale? Pyeten prindrit në orën 12 natës.
do ta linje fëmijën që dilte të blinte kokoshka? Nga popcorn, Pa, scale, pa. renditja sipas kokoshka, pop scale. Dhe nëse përgjigjja është po, deri në çat distancë. 100 metra, 200 metra, 1000 metra, që të shkoj te dyqani i kokoshkave të blej kokoshka. Pa. Kjo është logjika. Dhe në varësi të përgjigjes që japin prindrit për këtë pyetje, edhe kombinohet kjo pyetje edhe me disa pyetje tjera, arrankohen vendet për sigurinë. E imagjinonin çfarë vendi renditet Shqipëria për sigurinë bazë të indeksit pop scale? Çfarë vendi? Nuk është fare në listë. Po pra, se neve s'blejmë kokoshka në herë. Ne nuk e kemi në koncept. Neve themi do marrësh kokoshka, ik dhe mos hajde më. Ne nuk e kemi në koncept që ti themi fëmijës që 5 vjeç, 6 vjeç na 200 lekë edhe dil jashtë që të blesh kokoshkat se me që do kokoshka në 12 Po shumë studime interesante. Është mjaft interesant. Ka vite që bëhet, dhe tani ka filluar të rankohen edhe për qytete. Në këto, për shembull në Kanada, në Japoni. Në fakt edhe një matje për shembull për vendin ton duhet bërë lidhje me se si edukojmë fëmijët. Edhe kjo është një lloj forme. Në deri çfarë ore lë fëmijën tënd adoleshent të dalë me shokët për shembull në edhe çfarë bëj, edhe ku të shkoj. Po deri kur është distanca. Ka qendra edukimi, ka qendra sportive, tjera. Qendra sportive ka këtu? Nuk e di. Okej. Unë kam vuajtur për të çuar çunin tim në një qendër edukimi, kështu qendër sportive, se duhet bënte, pastaj vendosëm të shkonim në palestër dhe u detyrova të shkoj edhe unë në palestër sepse nuk e linin në një 16 vjeç, në 15 vjeç sa ka qenë që të shkonte pa prindin. Edhe ne jemi shumë rënd për këtë pjesë, pikërisht për këto gjërat na duhet. Nuk është në kod vendi i çuditërave. Po. Kështu që Ki është thënë kështu ta themun fix. Një teatër i çmendur, ku me aktor nga më të çuditshëm, që nuk i ka parë asnjëherë më parë historia botërore. Profesor, unë të falenderoj shumë edhe për librin, do filloj ta lexoj që sot, pa ja treguar Giulio se çfarë thuhet këtu, që ta lexoj dhe ai vet. Hamleti nuk është asgjë përpara këtyre aktorëve që kemi këtu në Shqipëri. Kush është aktori më i mirë, profesor, se neve s'na mbarojnë kurrë bisedat. Kë mendon si aktorin më të mirë? Më të mirë. E ken fjalën aktor shqiptar? Më të mirë. Më të mirë. Po ka shumë. Aktor pa profesion aktor. Ka shumë. Që i ka luajtur bukur rolin gjatë gjithë kohës. Po ja të mendohemi çik. Patjetër. Se të thuash Sali Berisha dhe Edi Rama është e thjeshtë. Enver Hoxha si dhan çmim për aktrim? Po në një farë mënyrë e ka marrë çmimin. E ka marrë çmimin. Në një farë mënyrë e ka marrë çmimin. Sepse Henry Kissinger ka thënë që ishte burri më i pashëm i ndër udhëheqësit e vendeve të lindjes. Kështu që pak a shumë e ka marrë çmimin. Edhe unë lexoj shpesh ato veprat e tij. Tani unë do më afirmosësh pak këtë që ta kem autograf se kush e di. Profesor, unë të falenderoj shumë. Tani unë kam të drejtën vetëm ta lexoj këtë librin apo edhe ta studioj. Se zakonisht unë bëj shënime kur lexoj libra për të studiuar. Libri është i jodhe. Okej. Dhe ato që ka brenda janë kokën time, ëh? Mos thuash pastaj që e ka lexuar nga libri, unë ta përmend gjithmonë autorin. Kur të përdor këto mësime që do marr nga ky libër, sigurisht që autori do përmendet është Enrico Cecco. Faleminderit. Shumë faleminderit profesor. Kënaqësi edhe për mua.